Aktori dhe këngëtari i njohur Beskallaku ka qenë një përfolur sidomos kohët e fundit për divorcin e bujshëm me Xhesila Mirtezajin, nga martesa e tyre ato sollën në jetë 2 fëmijë, një vajzë dhe një djalë. Së fundmi, Beskallaku ka zbuluar arsyeën se prej disa kohësh ai nuk ka dhënë asnjë intervistë për mediat. Në një deklarata ai ka treguar se ka frikë nga mënyra se si portalet mund të keq interpretojnë fjalët e tij, duke nxjerrë tituj që nuk përputhen me atë që ai ka thënë të vërtetë. Kam njëllë frikë nga portalet, sepse ndonjëherë nxjerrin tituj që nuk i kam thënë kurrë. Është kjo arsyeja pse nuk jap shpesh intervista. Mendoj se mund të apozohet me to, u shprehu Beskallaku. Artisti ndër të tjerë shtoi se për të është më rëndësishme që publiku ta njohë përmes punës së tij artistike, sesa përmes lajmeve të përpunuara apo të nxjerrura nga konteksti. Nga ana tjetër na duhet t'ju themi se Beskallaku po punon fuqishëm për disa projekte muzikore.